A keme bot dënime për marketet që si kanë flamur ata? Qysh kena me marrë? Kjo është po me dënim për inspektoriat të tregut. Duhet të jenë specifikisht të përcaktuara origjina e mallit i cili shitet në rafte. Shënjizimi me flamojt produkteve që ka qeni politik, kogja e suksesshme se njeri e shike prodhimin e Serbisë, menoj ke 2 herë a me bleja jo, e shike flamurin, është hekaja, nuk jënë të obligu. Nuk jënë të obligu ajo përveç po flamurit. Tek mbrojtja e konsumatorit ajo duhet të kthehet në ne, kemi me e forcu edhe shtrëngu për prezantimin në ne. Në 2 duhet me mendu që në fakt jemi në shqyrtim të pjesës vendosjes së çmimeve. Tashmë abuzimi apo të themi hutia me çmimin e një produkti në raft me çmimin e produktit tek kaca apo te orka është evidente dhe është shumë e përhapur. Përfshi këtu vazhdimisht arsyetimin se tashmë ai produkt ka mbetur çmimi ose shenja kur ishte në aksion dhe tash nuk është më, prandaj është në çmimin tjetër, që i ballafaqon edhe në formë mas të madhe i dëmton qytetarët. Jemi ty trajtu brenda ministrisë, kemi fillu thash këto ditë edhe këtë temë, se cila është mënyra e vendosjes obligimit në veçantit marketet e mëdha fillimisht, se të voglat nuk i kanë resurse. Qysh kena me të matë? A keme bot dënime për marketet që si kanë flamur ata? Qysh kena me marrë? Kjo është po me dënim për inspektoriat të tregut, është e parapame me ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, e para, po e dyta që e përmenda. A keme pas aksion me obligu me shku me inspektor pa ta raportu kërkosh me i qunë për markete me pa i kanë flamurat? Tash unë e kom prej përvojës deri tashme, e kom marrë një mësim, ose do me thonë një nga ajo çfarë ka mësu edhe suksesi dhe dështimi në ekzekutiv e tregon që e para do i informojmë të gjithë në kampanjë masive, do me thonë me afatin kohor. Do të bëni kampanjë për ç't punë? Për këtë punë, në përgjithësi për mbrojtjen e konsumatorit. Do me thonë për të gjitha elementet që duhet të jenë në vijë për të ruajtur interesi i qytetarëve. Mandej do të fillojmë me ato vazhdojnë edhe inspektimet. Po veç për mbrojtjet konsumatorit, shumë sene mujmë më përfshi aty, nuk bëhet e qartë për çka është fushata. Jo, bëhet e qartë shumë, për arsye se përmendet duhet të jenë specifikisht të përcaktuara origjina e mallit i cili shitet në rafte. Duhet të jetë çmimi ai i cili është në rafte, ai i cili është i përbashkët. Te çmimet kemi ankesat shumë të mimoz që marketet po thojnë havajan çmimet, pretendimi kryesor që marketet e mëdha pi diktojnë çmimet. Qysh keni me adresu qët? Këtë e përmenda me projekt ligjin për çmimet tavan, kjo ka të bëjë me ato produkte të cilat norma e fitimit shkon disproporcionalisht në raport me ato se... Ka folë për projekt ligjin që e ka kthy gjykata kushtetuese? Po dhe për ato që e kom inisu sot tash nëse e ka kthy? Marim parasysh komentet e gjykatës, për ato fola pak ma herët kur përmenda se... Po veç që bon kontrolin nëse se ki projekt ligjin? Jo, kontrolin, kur kush neves në ndalë me bo këtë kontrol aktualisht, por projekt ligjin jemi ty e shty që ta kryjmë me procedurë sa më të shpejt në kuptimin që të filloj zbatimi i projekt ligjit dhe të jetë ekziston mundësia për kontroll të çmimit të disa produkteve bazike. Ndërsa sa i përket asaj që ndikohet çmimi nga marketet e mëdha tek marketet e vogla, duhet shikohet se secili sa e ka ose sa është niveli i fitimit në këtë rast